Në një rast, një vëlla musliman ish paralizu, edhe kur gjapi trupit nuk më i kemi livrit veç syt. Edhe shkon gazetarët e po ja bojnë, këto kupta njëri çka është pasunia. Shkojnë gazetarët e po ja bojnë, thot a ki qefeti, a ki lakmitin këtë dia. Thot po thot edhe unë i kam 3 qefe. Thot cilat janë ato 3 qefe, thot unë i kam veç 3. Thot e para vityne është thot kam qef kur ketë musliman bin ruku, thot kam qef edhe në mëron ruku me ata sikur ata. Thot edhe kur të bin musliman në sejdë, kam qef me ranë në sejdë që është bin ketë muslimant. Thot të qefin e 2 që e keni, thot qefin e 2 që e thot është kam qef shefletën e Kuranit, që jo mëni me shfletu, thot po se shfletoni, thot kam qef me dorën teme me shfletu vetë. Thot jo menoni që kjo punë është letë, thot po mu më doket sikur kur e rrotullon një kodër. Ka shranë më doket. E qefin e 3 që besoj që se cili për neve këto e kena arru, thot qefin e 3 e kam thot kur të kthejon njerëzit për bajramav, thot se cili për tyne pe ka për qape nanën e vetë, thot edhe unë kisha pas qef me ka për qape nanën teme. Dhe këto 3 qefe, musliman, këto 3 qefe, nëse njeri i ka këto 3 qefe, vallahi, dunjoja dhe qa kontasht e pa vlefshme.